Shtetet e Bashkuara kufizojnë viza për studentët dhe gazetarët hynë në fuqi rregullat e reja. Administrata e presidentit Donald Trump ka vendosur të shkurtojë kohëzgjatjen e vizave për studentët e huaj, pjesëmarrësit në programet e shkëmbimit dhe gazetarët. Rregulloria e re e Departamentit të Sigurisë Kombëtare vendos periudha fikse qëndrimi për vizat FJ dhe I, të cilat aktualisht mbeten të vlefshme gjatë gjithë programit studimit ose punësimit. Sipas ndryshimeve, vizat studentore dhe ato të shkëmbimit do kenë vlefshmëri maksimale 4 vjeçare. Vizat për gazetarët do të kufizohen në 240 ditë, ndërsa për shtetasit kinez në 90 ditë. Mbajtësit do të mund të kërkojnë zgjatjen e qëndrimit pranë DHS. Rregulloria u ndalon studentëve pas universitarë ndryshojnë drejtimin e studimeve ose transferohen në një universitet tjetër pa autorizim. Gjithashtu afati për largim nga Shtetet e Bashkuara pas përfundimit të studimeve ose trajnimit përgjysmohet nga 60 në 30 ditë. Kritikët tonë se masat do të shtojnë burokracinë dhe do vendosin studentët ndërkombëtar në vështirësi. David J. Beer, një nga Instituti Cato, deklaroi se nuk ekziston bazë ligjore për kufizimet mbi transferimin dhe ndryshimin e programeve. Ai paremëroi se studentët do të kenë vetëm 30 ditë për gjetur një punëdhënës që t'u sponsorizojë vizën. DHS argumenton se numri I lartë I vizave vështirëson monitorimin e vizitorëve. Në vitin 2024 u regjistruan 1.8 milion hyrje me viza studentore, 11% më shumë se një vit më parë. U lëshuan gjithashtu viza për mbi 500.000 pjesëmarrës në programe shkëmbimi dhe 37.300 gazetarë. Ndryshimet pritet prekin dhe studentët kosovarë. Sipas raportit Open Doors, vitin e kaluar në universitetet amerikane studionin 1.190 studentë nga Kosova. Rregulloria hyn në fuqi 60 ditë pas publikimit të regjistrit federal.